Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi, përshëndetje Peja e bukur. Qëndrimi ditës së sotme do t'jetë në fshatin Poqest, pra komuna e Pejës. Jemi në fillim të fshatit. Fshati e ka një pamje shumë të bukur. Në fillim e kemi xhamin, që ka qendra mjekësisë familjare, si dhe dy objekte po duken, njëra është shkolla, por tjetra nuk e di. Betet me kuptu gjatë rrugtimit ton. Hajde po shkojmë po I futemi fshatit dhe të shohim se për çka njihet ky fshat dhe se sa është I banuar si fshat. Përshëndetje! E paskëm edhe një market. A mundem me ardh? Faleminderit shumë. Me fillim me shtemi po m'duket ja fillum mirë. Përshëndetje Dorontina. Mirë faleminderit. Përshëndetje, si jeni? Ajni mirë. Faleminderit shumë. Me që hajtë që pulem këto për shkak të zërit. Mirë jeni? Mirë. Familjen? Mirë. Qish po ecën punë? Mirë, faleminderit. Ju hajni mirë? Si po kaloni? Mirë se erdhët në fshatin tonë. Mirë si jo gjej me shkënaqësi. Atëherë fillimisht apo na njofton pak për fshatin. Për çka njihet ky fshat? Këtu ke ardhur në fshatin Poqest, ke ardhur një fshat shumë bujar, një fshat me tradita, I populluar me një popullat shumë fisnike, ku përbohet prej disa fisëve. Është një gjë si mundu më theksu, si kem kalu shumë mirë me zveti, ku nuk mahet me ndonjë incident apo ndonjë pakënaqësi ndër banor. Andaj kjo bën edhe mua dhe banor tjerë krenar se jemi nga kjo zonë dhe nga ky fshat. Në përgjithësi, Peja, fshatrat janë kështu njerëz shumë të kulturuar. Edhe normalisht që edhe tani jetesa në fshat bëhet edhe më e mirë. Përkundër si ka do problem me fshatin kuptimin e infrastrukturës, kjo pjesa tjetër, banorët janë shumë të urtë, shumë punëtor, andaj kjo e bën fshatin më karakterizohet do të thotë si fshat I urtë edhe zonë ku ka banorë cilët veçohen për urtësi dhe bujari. Po, cilat janë ato probleme që I ceket? Po probleme në infrastrukturë, kem problem me reduktimet e ujit pijes, kem problem me reduktimet e energjisë elektrike. Unë jam marrë shumë vite me këto probleme, disa kanë gjetë zgjidhje, por shumica e tyre nuk kanë gjetë zgjidhje. E tha që jeni marrë shumë me këto probleme, nuk ju pyeta se çka jeni me profesion, çka jeni të punu? Po me qenë se ky emision ju I sakon për cilën nuk ka të bëjë me politikun, jam zyrtar, do të thotë asamblesë, antari I asamblesë komunale, I cili përfaqësoj këtë zonë dhe në vazhdimsi jam marrë me problemet e këtyre banorëve të këtyre 7 fshatrave deri në fshatin Krystos. Emisioni nuk përfshin politik, por që ju jeni, kur jeni e tregoni edhe na s'po vazhdojmë mandej. Tash po du me ta bëj një pyetje të shkurt. Me që tash jemi edhe në prag zgjedhjeve, çka keni bën jo për fshatin që me I meritu votat? Pa desh me fol për këtë pjesë, nuk e kam llogarit për mi meritu votat, mirë po unë kam punu në vazhdimsi për këtë trevë dhe sidomos për këtë fshat, edhe fshatra tjerë të cilat kufizohen të përreth. Vlen më të theksu mbyllja e qendrës mjekësisë familjare këtu në fshatin Poqest, e cila është shumë afër nesh këtu. Kam bërë turistimi I pushtetin komunal në vazhdimsi mand mediave, kërkesave të ndryshme që të rihapet kjo qendër se banorët të kryjnë shërbimet shëndetësore këtu afër dhe mos të shkojnë në qytet apo në vende tjera. Unë konsideroj si me presionin cilin unë e kom bërë si opozitar, qendra sot është rihap dhe është në funksion të shërbimit qytetarëve. Banorëve. Faleminderit. Po e meritoj shef votën. Si jam unë e banore kënej se ta kisha jap votën, apo ne? Dhe çka tjetër ka qenë fokusi ose çka mendon që I duhet realisht fshatit, kështu domosdo? Problemi me energji elektrike vazhdon të jetë edhe sot janë shtyllat e energjisë elektrike të viteve të 60-ta, sistemi I shpërndarjes së energjisë është shumë I vjetër, I cili po shkakton shumë probleme. Andaj kam bërë turistimi menaxhmentin e Kecit në vazhdimsi
që këta banorët mos kenë problem kaq të madh me energjinë elektrike, siç e dim kur në kohën sot do të thotë është e vështirë me jetu pa energji elektrike, sepse këtu banorët ka dhe fëmijë, ka dhe pleqe, cilët ju nevojitet patjetër energjia elektrike. Po keni reduktime të shpeshta? Ka reduktime të shpeshta. Në vazhdimsi ku mbohe presion të menaxhmenti i KEC disa herë ka gjetë zgjidhje, janë angazhuar më tepër për me zgjidh problemin, mirë po përfundimisht nuk kanë mujt me zgjidh problemin dhe sot kem pasoja do të thotë me mungesë të energjisë elektrike. Po, shtyllat i pasit do të thotë viteve 60, apo? Po, shtyllat janë paraqet ndonjë rrezik kjo? Ka Janë në gjendje jo të mirë? Lagjën tonë, bashkë lagjën ku unë jetoj, lagjën Sadrimeta, janë 2 shtyllat të cilat janë të dëmtuara, tonësi janë të kputura në fund krejtë mahen vetëm në tela, ku rrezikojnë diku rreth 15 nxënës janë të cilët kalojnë, frekuentojnë atë rrugë, po afër aty në shtylla për me marrë në shkollë, unë mendoj se rrezikohet jeta atyre në vazhdimsi. Mesi e pas ke arrit tek pjesa e qendrës mjekësisë familjare, po besoj edhe shpresoj që shumë shpejt edhe këtë problem kemi ja dal. Po shpresoj, në komunal deri zgjidhet, ju kom premtuar dhe vazhdoj me majt fjalën si nuk komunal deri sa shtyllat elektrike të ndrohen, po që sistemi i vjetër të ndrohet dhe të mos kemi më reduktim. Sa mirë me ju jep hapësirë moshave të reja. Edhe në moshë 3 po dukesh me qenë me po kështu atë botën pak ma zgjonimisht, po më pëlqen, për shkak se këtu janë çelësi kryesor në çdo fshat. Sa i përket pjesës të energjisë, ujësjellësi, tash po ndolem tek pjesa ujësjellësi, çka keni problem? Ka reduktime enorme, ka reduktime të mëdha me furnizim ujit pijes. Siç ka dhe në fshatra tjera, siç ka dhe në lagjet e qytetit Pejës, me qenë se jo me informuar edhe për ato, edhe këta banor kanë mungesë të ujit pijes në vazhdimsi. Ka reduktime në vazhdimsi, jo vetëm fshati Poqes, po Milovanci, Vragoci, Babiqi dhe fshati Kërstov deri në fund. Pse nuk keni ujë të mjaftueshëm? Pse nuk ju vjen ujë? Problemi i përgjithshëm me furnizim, cilën po e vujnë qytetarët edhe qytetit dhe fshatrat tjera, këtë mungesë të ujit po e vujnë edhe banorët e kësaj zone. Fshati tash gjëna me mbyt. Sa është i banuar fshati? Fshati ka në regjistrimin e mora në shënim të regjistrimeve të fundit në ASK, do të thotë Agencioni Statistikave të Kosovës, ku gjeta se fshati Poqes, me qenë se unë edhe kam ditë, po sakt 344 banor rezidenti ka. Do më thonë, migrimi është i shfaqur shumë të na, banorët këtu janë marrë kryesisht edhe me bujqësi, me vlektori, po këto vitet e fundit ka ra për arsye të mungesë banorëve, mungesë fuqisë punëtore. Ka ra dhe pse thash edhe më herë, neve na mban ajo shpresa se kalojmë shumë mirë mes veti dhe bashkohem, e kalojmë jetën, e kalojmë nëse dikush ka një problem tjetër, i ndihmon, e kalojmë mirë, po të kishte bujqësi më të zhvilluar, po të kishte ekonomi më të zhvilluar, sigurisht se banorët do të jetojnë më mirë. Sa ja ka ndryshuar jetën gjithë ky shpopullim që po bëhet? E ka ndryshuar, thash edhe në fuqi punëtore, kanë met shumica shpive kanë met vetëm pleq, nxënës ka pak, gjithsej 109 nxënës ka shkolla, gjithsej kur në kohën e kalume ka vetëm për një lagjës, një gjenerat kanë qenë për shembull një klasë ose 2 klasë, tash janë menzibohet një klasë e kompletuar nga të gjithë nxënës, dhe kështu kjo është problem. Po këtë probleme kanë edhe fshatra tjerë, mirë po edhe fshati ynë. Unë e krit në fillim i prezentova se jem të i pa 2 objekte, njëra ishte shkollë, tjetra nuk arrita me ditë sakt, a janë 2 shkolla pasi? Ajo po era shkolla vjetër, edhe shumë mirë si ma boni këtë pyetje, për arsye se në tytat e armikut, baballar tanë kanë ndërtuar shkollë vitet 90-ta, duke maltretu, duke u sulmu, që të mos përfundojë ajo shkollë. Molla është ndërtu, shkolla e vjetër, e cila sot është ndërtu nga pushteti paralel i cili ka qenë në atë kohë. Kemi vazhdu jetën këtë fshat, kemi vazhdu mësimin këtë fshat, mirë pa ajo tash kanë kalu 30 vite dhe është konsiderohet si objekt i vjetër dhe është u ndërtu objekti i ri shkollor i cili pritet tash të lëshohet, diku parafërsisht brenda një jave, edhe për këtë shkollën e re ka pas vonesa për të kryer, ka pas më përfundu qenivet e gjys, edhe këtu kom bërë trysni mbi pushtetin komunal në Peq që të lëshohet edhe, po besoj se edhe këtu kom ndiku sa do pak si më shpejtu punët edhe shkolla përfundimisht po lëshohet edhe nxënës kanë me viju mësimin në objektin e ri, ku ka banjo më të reja, ku ka nxemje, ku ka kushte më të mirë. Ju lumt, po më pëlqen se domethënë pikat kyçe kryesore
ju e keni atë tentativen që me u marrë masa dhe me përfundu punimet. Po ndalem tek objekti vjetër shkollor, nuk kanë qenë kushtet e mjaftueshme, kushtet e mira me u zhvillu procesi mësimor, apo si? Pak se thash kanë kalu mbi 30 vite. Për brenda po më intereson si është... Banjat kanë fillu mu dëmtue, nuk ka sistem ngrojes, edhe fëmijët mujnë mu dëmtu, sidomos gjatë sezonës dimrit, e sigurisht që objekti i ri i plotëson kushtet, mu rujt edhe shëndeti i fëmijëve, edhe më pas mbarvajtje arsimore më të mirë. Po, objekti shumë i bukur. Ju lumt, unë ju dëshiroj suksese. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi dhe faleminderit shumë për kohën. Shumë faleminderit edhe për ju. Faleminderit, mirë se keni. E një tashmin që mi, po përshëndetemi, faleminderit shumë për kohën. Ja, nuk po shkoni papi diçka. Po i kemi përfundu bre? Ja, hap. Ja, këta tensionim karosa kafet mi kanë qitë o vlo. Hajtë se përshëndetje. O, mirë se ju gjesi. Mirë se erdhe, a je mirë? Faleminderit. Qështë po kalon? Le Që ka do mirë. fshatit. Ka mirë jemi. Qëshi e? Mirë. Mirë fshatit shumë. Jemi në fillim fshatit, të shufëm tashte deri në fund se si ka me na dalë. Ju, që po kalon? Mirë, faleminderit. shkuecin? Mirë, nuk o ketë. Po më kënaqet zemra që po foli me një zoj. Vesh me meshkuj po mbje me fol. Faleminderit shumë. Qysh po ecim punë? Mirë. Është marketi ju? Marketi është jani, është shkolla. Ka njerëz që vinë, blejnë. Mirë është, nuk është keq. A, po ja delni me që fshati thanë që është pak i zbrozëm, edhe normalisht ndoshta s'keni edhe shumë klient tani. Po ja dalim se jetoni ka vllaznit jashtë, shumicën Jetoni kush është? burri është jetoni, po, burri është jetoni, vllaznit i ka jashtë. Ata na ndihmojnë, edhe na pak ne, edhe ja dalin. Shumë mirë. Unë s'po ju marr ma shumë kohë dhe s'po ju mundoj. Faleminderit shumë Dorantini, e mirë se ardhne. Faleminderit shumë e dashur, ishte Presim. shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. A më ardhë me kamera pa kamerë? Qysh doni me dyja, që presim si me kamerë, si pa kamerë, ju presim mirë na. Faleminderit shumë. Nuk dëshoj. Merrni me pi diçka, merrni. Faleminderit. E bëjmë një shkeputje. Hajde po futem në një obor, sa interesant po duket, sa bukur. E pas ka oborin me sipërfaqe shumë të madhe, kështu tiki. Ide nuk ja kam se është dikush këtë që banon, a jo, po hajde po shkojmë, edhe nuk e di, thëm drejten, a kom hy, tamon ka hymja kështu, veç kom hy hajt, edhe inshallah s'ka na i qenë, po shpresoj, po hajde po shkojmë, po provojmë se kështu po e kemi shumë të pamundur me taku banor gjatë rrugës, edhe pse mirë ja kemi fillu, do thot sa e bona përshëndetjen, hymjen, u takova me banorin i cili na dha shumë çka për fshatin. Oj, zoti i shtëpis! Duket që është dikush këtu, i pas kanë qarshofat, i pas kanë qitë me utir. Oj, zoti i shtëpis! Qa më pëlqen kështë kur e shë balkonin e lom. Sa mirë. Dikush në dëgju. Oj, zoti i shtëpis! Oj, një kësajde! Se dullem. Më pej shumë njerëzit e mirë. S'pin që aseq, pas po kam ku milosh. Që ko e pas në gjepin. Sa njerëz doshtëm që janë pejonët, edhe shumë i këprica. A besoj jemi krejt në fillim të fshatit, por që një 5 kafe mi kanë qitë, këta nuk po deshin jo, te këta ishe kot fjalla jo, kështu që veç kanë me më mirë met, ka njësë me mëra tensioni, shumë njerëz të mirë, shumë i këprica.
Do shta për deri sa jam të i lavdu, të shofëm si pa napret në anën tjetër ky banuri këtë. Dikosh në dëgju, por që tash po më duket është të dolë. Para. Ajni kësaj dhe shpia modhe? Po qysh jeni bre, ajni gjolla, ajni... O, Haxhi, a je farburri? Si je? A je mirë? Dorontina. Rëllashme jetë gatë. Amen inshallah krejt. Unë rëmë bitysi. Më vjen mirë. Sa më pëlqen me bisedu me Haxhi, më tregojnë shumë gjëra. Faleminderit, se ka nevoj? Kam nevojë për një gotë ujë. Për i gotë ujë? Po. Ujë sa dush. Aj gore, Se babaj. bunari. A di qa kam nevojë? Veç me ullë dikon 1 minutë edhe më më tregu diçka për fshatin. Hajde që të në balkon, ose... Që e ka rikat, super! Opa! Sot e pas na ditën, pa i bimë cish. Selam aleikum! Mirë si ju gjejmë. Mirë se u gjithë në kemë jarë. Mirë se kemë jarë. Faleminderit shumë. Jo, kësë ka ku mull, Bob. Jo, Bobes. Qysh je me shëndet? Valoj, për 88 vjetë mirë. Hajde, mashallah, mashallah. Faleminderit zotë, për 88 vjetë mirë shumë. Si e në kënë këto 88 vite për juve? Pa i vallohi, mirë nuk o konë keqë. Nuk o konë keqë. Kemi pas, ndryshme kemi pas për para, jemi marrë me bujësi, me bjektari. Standardi jetësor është shumë i mirë, po jena vetë mu, se generata reja duhet në bërgjim. Sa po është e vështirë për juve, sa po ju mungojnë? Pa i vallahi qëre, a i nga mëngon, po jenë shku për një standard pak më të mirë. Sa i kuptu shumë. Se na ekonomin mirë kem, nuk e kem kes, po sa e zotit e të mërgjimtarve, ekonomia është e fort në Kosovë, se më zohon mërgjimtarët atjerë. Pak më nërëshishon. Për shka njët fshati po qest? Vallaj, bab të kur e lonë kjo fshat po qest e emnin, nuk muj me të kalzujnë. Po, si është si fshat? Para arsit, vesh nuk në kanë kalzu kur gjo, unë nuk di tash me të spjegu gjo, por që shi kam me të emni po qest. Po kështë si fshat, qësh është? Që fshat është i mirë. Mirë është, të lashe nuk kemi respekt dhe një tjetrit. Shumë ishit respektum, ju lumt. Tu jemi 3 fise, bëtys, shade dhe krasnisi, po qast jemi si me konë një shpije, si me konë vazhni, po. E besimet? Besimet fetare? Ashtë vete musliman? Kretë musliman e fshati. Vete musliman? Vete musliman e fshati. A s'keni të besimit krishter? Krishter kemi në atje, në Pishtanë dhe në Milan, qëto. Po raportet e mira i kemi me ta. Unë po ju shë se jeni Haxhi. E po është edhe gjamin sa e bukur ishte si objekt. Në fshat aty në tokë temë është. Unë e kumë shumë plotin. Sa mirë. Kur është ndërtu gjamia? Gjamia 2015. Nga kosh është ndërtu? Unë ndërtu ka shoqatat e arabe, Emiratet Bashkame Arabe. A ka diçka që mungon në këtë fshat? Që e ka nevoj me pas fshati? Vallaj, unë nuk e di, unë për të thëmë që standardin e kemi shumë të mirë, vetë mu po, do generata re, për të tërgjohë. Apo ki rrym, apo ki uj? Pa i rrym me uj e këto me mangesa janë, po, e kom bunarin tu, hidroforin, e kur për nane tu, e kom standardin, regu, po. Kjo shpi ka që modhe, me kënë po jetan? Veç unë e plaka jemi. Jem 2 kom Prishtinë, 2 kom Zvicër, 1 kom që të asfalli. I kom datë jem të në, se u bon shumë badifoka. Badifoka, s'paj lesat shumë. Rejat në punë, qikat në punë, djemë në punë, atëre, atë në me bashku fondin një vend, në gjithkush me morë me të lashet veta. A ma mirë që e mbo shumë badifoka? Ma mirë shumë, se unë e përri rrhat, së më dhe të lashet. Se thuj mu ka qky badifoka, të jebe, të jebe. E ploka, qysh është? Mirë, nuk është kes, nuk o kes. Ajo 84 vjet i ka, unë 88.
Mirë të vjemi, faleminderit Zotit. Gjithë këto vite i kemi Po. bën. Saldatin mirë e kem, e vlad nuk na kanë zërë të lashe, edhe tash në këqyrin, interesohen për ne. Mirë Shqyrë shumë, po. Zotit. Po, faleminderit. Tash, po. Fshati si fshat bëllaj, s'kem, tash nuk kem të lashe atë kur gjo, jemi si me konë bazën. Bile, me konë bazën një shpi shumë, duke qojnë mirë se kur qojnë në katunin nërveti. Po për që ashtë të më tregun, Shumë që i kishit raportet shumë të mira. Shumë të mira kem raporte të tërë zakonisht. Vallaj unë, tash maj vjetër jam në fshat. Që më respektojnë gjenerat të si më pas babë. Atë ka mit në i moshator. Atë ka mit në i moshator, a i kine i shok. Ja, e moshatar, s'kam të në I moshat. qa- Ja, një kam, ajo është në Gjermani, ajo është 2 vite para me, po në Gjermani, është nuk rrinë këtu. Për si banoj unë këtu, rregullisht, unë jem maj vjetër në këtu në fshat. Besa dhe në të fshat rëkret, po s'jestë të në kërsatën të, maj vjetër jam. Apo mund është me dol, me pina i kafe, me shku të dikush. Shkoj, po, Si kështu i furt, po dukesh. Mirë shumë unë po thëmë për të 8 vjetë, e së falëndëroj Zotin, shumë mirë është. Ja, po mundi mi bo punë të shpisë. Po më qësh jo. Po, vallaj. Cili po i boni ma shumë, të jap loka. Vallaj, unë një mëjtë plakës ma shumë. Qirkas, po, Se kalëshua je ma shumë se te. Pa jo është pak malë, unë dhe qërë. Se dënë dritore, a Ja, ploka që kje? Po që kjo. Hade, hade. Oh, falemderit shumë, qysh je? A je mirë? Hajde të une, hajde. Hajde që të, hajde vesh të shanë njerët për qofi. Amin, inshallah, se po fort kom qef me jetu. Gjdo ditë që kalon në mëdhimet, kom qef me jetu, me kone pa vdekshme. Se me të kalume nuk duhet më marë, po nuk duhet me harruë. E duhet më marë me të ardhmen. Duhet me ja ditë rëndësinë edhe çdo ditë, domethënë kur qel me ngjesi me ju falendëru Zotit që ma ka jep edhe një mundësi. Me jetu, edhe sot me të. Besa dhe me përmirësu në i sen, se njerëz jem të gabushëm. Pa qëre, do gabime Allah e gjemë në shonë, në falë se në pejgamber nuk jem, as me lesë nuk jem. Po gabimi si bëhet me qëllim, edhe bije, ajo është shka tjetër. Po Zotë e ka rahmetin e madhë, e që është. Inshallah na më shëron krejtve. Amin, inshallah. Amin, Po, inshallah. tash po du me ju pyet që sa jeni haxhi? Unë jam pe 2002-ës, Wow, sa mirë. 3 herë jam konë. 3 herë je kam. E nusën a e ke marrë? A e ke marrë nusën Jo, nuk, haxhin? jo, s'ka mujtë marë. I herë jam konë për veti, i herë jam konë për nonën, i herë kom pas i grutë mi, s'ka pas mi, 20 vjetë ka rënu të unë, mi ka këqyrë fëmin, për hirë. Zajna kom shku dhe herë për ato, kom budo, Allahin për ta. Sa mirë. Inshallah ja u ka pranu Zoti. Amin, inshallah, amin, inshallah. Po e prisëm edhe Wallahi, bab, inshallah, jam bje Zoti edhe ju, më shku se, unë herën e parë, kur më shku 2002, të knasimat më dhe mirë, të me s'kom ditë, se kur jam mje. e hajtë kalëzëna pak ato emocionet kur je hinë qështu ka duk. Pa A knasi, the shkova në botën tjetër. mërë ka knasi e madhe, jashtë zakonisht, për unë po të tonë. Jashtë zakonisht knasi e madhe. 5 milion njërë kona të cenë, qasë regull, qasë pas të ti, qasë nuk që t'ke kush pa hongër, as pa pija, jashtë zakonisht, qasë të punë regull. Ju me ti për viti që Pa më ka bëzotit. E ke pas mundësinë edhe me shku? Po, më kanë një mund jem që në të në Zvicër e kom të jam që. E të është 14 antarja në bëha që mirë, po. lutjet që i ke bo për gjatë haxhit, tu ka plëcu në një, po më interesan kështu? Pa i ka mos dajtë të zotë si po. Dajtë Allahi si po. Me knasi kërët jem shku dhe me i knaqën jam ardhë ati. Ka mos dajtë të zotë si po. Amin, inshallah. Po e prisëm edhe, unë ju thëmë nuse, unë s'me mi thë plok. Unë i thëmë nuse. Pa, ti, nërse nuk je bie rrugos. Se rrugova e ka në det me thonë plakës nuse. Rrugova? Po, Bashkë ne jam. po. Po, diqysh unë zdu me të thëmë plok. Zdu mi thë plok, asoja se juve mi thë plak, më duket shumë e ronë. Ja, nuk ka ronë, ja. Diqysh plokon e mon qefi, kur ti thu ko ke djali i ri. Pa ne, po.
Ashtë? Po që e vërtet është ajo, po qure, qaj që ka ymër, ka me pritë edhe plesnin. Po që ajo dhe? Edhe kur gjënë plesninja, edhe punë kemi me krymë plesni. Në bash, pleçni e gërdi, a thojnë që shtë? Pa thonë, me si, vallaj, kur respektojnë në vlatë të këqyrin, në vlatë nuk o gërdi. Pa, di pse kam betë kje pleçni e gërdi, se e shen vetën që disa punë që i ke bo tashtit, vjen ma fështirë, besa nuk mundesh me i bo, për që ta? Jo, tash qyre, jeta ka ecë përpora, tash ka ndryshu sendet. Unë e kom punu me kual, kom punu tokën, e tash qyre ku nga traktori aty. Tash a bon me shit traktorin në dhe kual tapet nuk bon. Jeta do të me ecë përpora. Jeta do të me ecë përpora. Ta shta ma mirë jetesa, sa da atëherët që keni pas? Qyre, jetesa është standard jetësor, sa do është maj mirë shumë. Shumë maj mirë, po dishka knasi nuk ka. Shihet kështu në popullat kret, i knasi nuk ka, se edhe u shkepën familja. A bëdim, ma desi me mund njën i tjetërit. Erë si e pasha zotën. Qëshje? A je mirë? Qëshje ti? A je lullë? Ka pak jo? Qëshje i non? Ku po thume ullë? Qështu? A po dënë kështë, hajtë se mirë dhe këtë shumë mirë, në ta në onë të mirë. Ku e ki ka rikin ta bjone? Je që ka rika që Që edhe një ka rikë ka qështë? Që? Sa mirë bre për më thirë kua bre popë. Unë e këmë dash gjyshin tem tepër, shumë, edhe tash kur shë, bëf gjyshin 100 herë më tha, e të lumë të goja, edhe tash kur shë pleq, më pëlqen me full shumë e pleq, nuk ka koke mu ullë. I po thëmë, O ka vëllam. thirë. Unë e ula këto në mesin e juve, më kënaqët me muhabet, zoti ju rujt. Unë e thëmë kur vdesin edhe moshat e juve, s'ka me metë mos sen heq. Ja, qyre. Po Stu ju ashtu. jeni, po na trit jemi pak ma ndrysh, nuk jem si jo. Ini të mirë, po telefonat për ju habiti. Telefon. Po ta thëmë një mesele, një ramë zesiri më lisit, e kishë pasi djallë. E plakë e ljohë, së kur unë e qështu, i vanohet djallë i natë shumë. Edhe kur vjen, thët, ku kje bre babë si vanohë ka sfort, dhe vëllaj kështë të vorët. E që ka gjithë për të vorët, e thash baba gati ka vjen. E të të gjuhë, the, që ka me thonë, ja, për i fjallë pas e donë mungi. Shko tash të vorët e thuju, baba ka vjen, po në kënë mra pas o ka edhem. Që a përshen, edhe unë me selin ta mën pa e ditë që thash. Unë e po nisna prej vetës, për shamëll ka plot gjona që nuk i di, ose Normal, qashtu është. ju e kini atë mikë pritjene, për shamëll mi ardh juve dikush e me lëshu pa buke, neve, na vine, na shkojnë, ma ndrysh Ju jemi i na. kini kere, ta shtjaj një bark është. Që në herë në ardhë me kere me kalli, ju duft me ju kësi buk, ta shtë hipën kere një, të i pim kafe, veç ku vetë. Sa vite martesi kini bo? Valla 60 vite. Gjash dhe djetë bashkë kemë. Sa vjet i ke pas kur i martu? 22. 21. Po, 7 fëmi mi ka falë zoti, 2 qika e 5 jem. Edhe tonë ka dishtë Allah i kemi të hajrit e të halal. Ti rujt zote, inshallah kënosh në gjithë me ta. Vallajt këna që në jenë se kemi përshtin djallin vjen për javë, nuk në alen vetën, në një javë rrinë vetën. Tjetër e kemi që të damë, pa e nuk o mirë, dishka. E ta na sendës në alojnë keq për sen minket dukë zotit. As për ilaqë, as për he, as për pia, as për më që dikon, as me s'kuqo. Po shihet çfarë plet zotni. Allah i ku tjerë zot një gjina me au hup mundin thmive. Po duhet me au qitin dritë. Po, qa është është. Une e kom pytë edhe plakon, thash, cili po i rini gotë njën tjetërit më shumë. Kur njoni semi lazëm më linaj njoni tjetrit. Me ndihmu kështu më punë. Ja, vetë i pin hapat, vetë krejt. Mu ma kanë marrë një qik, një motrës Që kujti- këti, fshin, e lira jo, 2 saat, e shkon në shpit vetë, unë e boj bukën,
Ky sa të mundet banë edhe ky më nimon, sa mundet viç për trup ti, unë s'kam nevojë. Po mundesh me bë bukën vetë. Bukën që aty në fortere, që aty në tana sendet frizhider, tana që shtë mundet njeri mja nuk ishtë, atë s'kime dhe e zjemas, s'ki ku gjohë mundim. Zemi e kësot, na drungë s'hargjit të mesë, që krejtë më rrimi kemë. Po, se ju plesh nuk e dëni të ftoftë të heq. Ju dëni në zetë. Po, vallaj, po. Një mesele për të Hajtë më son të që kom qef me ngu mesile. Ishin konë dy personat pa njoshëm të takohen një rrugë. Edhe falën e të vetën, po njoni thot shoqit, para burë, të si më respektova, kush jeti? Thot, vallaj, unë e kërkushi. Jeti, thot edhe unë e kërkushi. Ani, s'ka me bo, na ti kërkushi, unë kërkushi. Hajde të bohem bashkë, të bohem dikushi. E pjodhem gjenerasër e pa bo bashkë dikushi nuk jemi. Shumë e vërtet. Pe shpisë robit, e din parlament atje, pa bo bashkë nuk kur gjo nuk jemi. Sa të mundet njeri me folë mirë, me avit gjinë, mës me a pas izili kuj, dikush o ma e qëri gishtat, Sa mirë po e thu. dikush o i zotit, qëri dikush o i ma, dikush o i vogë, dikush din ma shumë, dikush ma pak. Po edhe qaj si din ma pak, duhet me a dhonë, ne i fjallës mire, me i dhonë Shtypje, vullnet po. për mu bo sa që këj madhi. Në hu i ka kriju send që i ka programua. Thot pejgamberi alayhis salam, me konë tonë njerëzit mesin një kajde nuk komunikon kush me konë. Po me konë tonë pasonika një kajde nuk e njef kush konë. E këto i ka programu Allahi me bashkëpunu njerëzimin në rjeti. Diku i ka dhënë dije pak më të nërë, diku i bakër, diku i edhe më nërë. Allahi gjënë në shonë nuk i ka programu. Se në këtë me pas gjënë të mesim, pa shkollë hiqë. E ka pa Allahi me dije. Daun Demaki pa shkruan për Gjemal Lobrin se konë i shkollum në atë kohë. Po Allahi ja ka fjell në anën. Që me shkru dikosh i arretshëm për ta. Ha, qështu. E sot librat, unë kam historinë e tina, sot fjallët e tina, rregullat e tina, mençuria e tina, knashin libra me lexu. Po Zoti na ka falë me plotësu njëri tjetrin. Tash ka tjetër dhe. Po vallaj, ai si është shpirt bardh, me plotësu njëri tjetrin. Ta gishtat qeft janë nuk janë taman, vish dikush më e vogël edhe dija është qashtu. Po me pyet Haxhin diçka që mu më intereson kështu fort. Haxhia është kjo punëtor fort. S'ka Si kete pat legjona që po atje. s'ka dertu ne kam qef me gjetë të punu. Po të punu, po qërë ajo në. Hajtë se dhe mu ndëgjon edhe që Ja. besaj mirë. Ky shpirtin e ka të poq. Po vallaj, krejt. Shpirtin e ka të pastër. Krejt ka tonë me pashat lumin zot, kur des kjo s'digjo, ma fort mërzitën krejt rethi se na, si kemi në Sim shpi. të e lonë herë me di. O, vallaj, s'ne atë vjetin 80 kusur vjeti Jo, ka mërë se bo. s'po t'ju lojmë një herë as kur heq. Pa e të boj qenë, se po shoj. Jo, pardon edhe i herë me ju po këtu juve, jo me emër. Sa koft hajren kom të una, pa vifta, s'lake me renë, Amen. mes me pa gjot ligë në vlatë. Për para, në për cilëshin e vlatë njëve. Gjithë kom. Ta në tonë print. Deka me ren është ndrysh. Wallahi, ajo është, për ato se e din kafe me shiqerë. Unë ja shpejtat me kulli edhe qonë me ndë vetë. Atë nuk e din kush kur nis, që jetë as kur soset. As ka dhe Një kjo. marimong. Jo më sanë se më hanë mu, isë pësilet. E vësër të kosh nërë. Apo falni ju? Apo mundesh më falë? Po, unë nuk kom ujtë. Unë s'kom ujtë. Mu falë, se jem për shpine, dhe që shem konë gjysë jem për shpine, po dhe këti e si njeva, si s'ka derte edhe unë gjënë, nuk kom ujtë mu falë. Mas pandemije, tha, tash edhe na plakat përshohim këto gjithë shka, tha i hoqë shëfqeti, tha, po thojnë laj sytë për pandemi, laj sytë, laj hundë, laj duhet, laj komët. Tha nuk po thojnë me ravdes 5 herë dite, i lanë krejt, edhe as të vjen pandemia dhe të bëhet se vap të Allahi. Që aty ja kom nisë. Tash ma si s'pas ka derë të unqë, mu falë kom ditë,
Se nuk ku mujtë më falë, dhe këtën pa dim. Unë kom dëgju që edhe nëse, dhe më thonë nuk ka arsye ti me jo kështë, jesë me më falje, kom dëgju që edhe kur s'ka uj, munesh me zallë. Po, me zallë, po. Tëjmim, i thonë asaj. Që që thënë? Tëjmim. Tëjmim. Po, a përshë se po dish, a për dish atë sene. Unë e moj finë kështu ko që shumë. Ani, a ma është përblirë. Kështu nuk dokna. Ja, për do kështë Se nuk dokna. Ja, për të gjonë fjallë, gjithë më s'kidërë. Ja. Në fjallë për të gjonë. Për shadet. Si janë rrugën e Zotit për të gjonë fjallë. Ja, gjithë më s'kidërë. Ndeshëm. Zoti ja dha shëndetin. Amin. E ja dha krejt mirat, e falemnderit që na i qel dyrët e shtëpisë. Shumë faleminderit. E unë jum kënaq. Unë jum kënaq me juve. Kënaqt, po hajde t'ja qesi kafe që aty të salon. Ja, ti me më qitë kafe mu. Qështu gisht, e që është që atë vetë janë e gishtin aty në zetë, ajo. Ti me qitë kafet ju. Na pe pim ka një kafe, se po kom qef me folë edhe pak kështu. Se jim salon, ti u respektoj si me konë në vlant mitë. Unë si në shpite me hi, nuk e Mora kam sa problem. zotër çukur me konë qike jam ja. Po, valloj në vone. Ja. Tash po shkojmë. Se unë pesi kom bojë zmet, pesi kom pas 16 vjetë. Dhe për para, po pesi i kom pas 16 vjetë, kom bojë mizin po qeshtu për Ramazan, hoxalarve, si marshin në Ramazan. O konë një plak këtu një farzën në Rama, diq, e shku me falë të rabin, në pont katunit që atje, e ranë dilejem për mizin, që me bo me një muhojës, a i mizë e tha, vallaj, tha, një mot me hene që Rama, tha, e një mon, i vallaj, 16 vjeqarë. O, ku me marë, e pe atëherit, i kom bojë zmet pjesë, sa kom mujtë. Hajde po shkojmë na po i pim kafet, po e bëjmë një shkeputje, rikthehemi tek pjesa e fshatit, qëndroni me neve. Largohemi nga dal nga dyert e shtëpisë së Uborrit te krye plakut Haxhi Rama. I falenderoj për zemërsisht një qift i mrekullueshëm i cili ka më mbet shumë gjatë në kujtimet e mia, na kanë prit shumë mirë. E kemi zhvilluar një muhabet si para kamerës, po ashtu edhe prapa kamerës, me që është normale, nuk mundem me publiku tash një orë qëndrimi aty për sa kemi zhvilluar intervistën me ta. Çka mundemi me thonë, ishte një qift i mrekullueshëm. Kemi mësu shumë gjëna të mira prej tyne, normalisht. Çdo herë unë e thëm, edhe kjo mosha e shtyme, kur të shkojmë botën tjetër, se di se sa kemi me arrit na me imbajt traditat mikpritjen, sikur se këta, si na pretën edhe, çka më pëlqejke ma shumë të çdo herë më thejke qika bobes. A që doshtëm, si me më pasor thejke na i qike jemja, dyrt i ki qelë, kur dush me orte one. Faleminderit për zemërsisht. Miqtë e mini po vazhdojmë drejt fshatit, të shohim fshatin, momentalisht nuk është që jem të po diçka përveç shtëpive, po duket edhe ky një fshat shumë i qetë, siç ndëgjut pra dhe këtu në këtë fshat është i boshatisëm nga pjesa sidomos e Mergatës, do thot edhe numri nxoncave tregon se sa shumë është lënë fshati. Ishin 109 nxonca, nëse nuk e kam harru numrin, po, a? Po, 109 nxonca, do thot ishin në shkollë, për shkak se familjarët, prindrit e kanë lënë fshatin dhe normalisht edhe numri nxonca bie. Fshati vazhdon me qenë qetë, pak diçka që tash poni, disa punime, sa po e gjun gurin, mashina u dëhet. Tash filloj koha dhe me na u nxe. Çka mundem me thonë, fshati kishte 2 shkolla, një objekt i vjetër, pra që zhvillohet aktualisht mësimi, por që objekti i ri do filloj, do startoj edhe një javë, kështu më tha. Qendrën e mjekësisë familjare, çka tjetër pat, po që pa diçka shtesë. Ne po provojmë me gjetë edhe ndonjë banor, uroj edhe shpresoj, edhe me na tregu edhe pak e zlidhur me fshatin, çka më intereson mu çdo herë historia e fshatit, se si ka mbet emri, por po ka raste që edhe vetë banorët këtë nuk e din.
Çka mund të më thonë tjetër, po më duket që disa, një pakic nuk e kuptojnë idenë e emisionit. Ideja e emisionit është me ardhur në fshat edhe gjithçka me shku spontanisht, jo me ardhur me informacione të mia, se nuk po du, për atë edhe dallon emisioni jonë shumë prej të tjerëve. Do thotë, mu më intereson banori si banor, se sa din lidhur me fshatin, sa din për historinë, se e kemi shumë të lehtë në Google. Qa po dëni? Atini në Google, qëto dhe të shkruaj emrin, hajde po vazhdojmë, jam të i pat, ndoshta jem banor, me një kamionet vogël kështu. Provojën e po i përshëndetja, s'mundë me kalu aty pa i përshëndetja, edhe nëse nuk bisedojnë me neve, është në rregull. Në intervistën e parë, siç e ndëgjuat edhe ju, ankesa e parë ishte sa i përket energjisë elektrike, jemi duke i pa punimet veç kanë arrit, punonësit e kecit, ju lumt, bravo shteti, vetëm kështu ecëm na përpara. Jo me u anku edhe mos me u marr parasysh ajo me vite. Po shpresoj që kanë me i rregullu gjitha çka fshati e ka problematik, për shkak se shtyllat elektrike ishin të viteve 60 dhe normalisht për aqet rrezik për këmbësorët, por edhe për automjetët. Hajde po vazhdojmë. I pas kanë varrezat e fshatit. Shkolla shumë e bukur për ndryshe. A jeni lodh? Një faleminderit ju. A mune me bisedu pak? 2 minuta? A si e këti fshatja? Për qaj të botë? Po merë statistika? Si je, Dorontina? Për qa keni orë këtë pra? Që tu mi morë do mosha që tu përmerë këtu shkollën. Jeni në përfundim të punimeve? Po, përfundim. Shumë mirë, shkolla shumë e bukur. Shumë e bukur është bo. A i din çmimin sa ka arrit? Pasha zotën se di. Se din? Ja, nuk e di. Ki ishte nga ana e komunës, apo? E komunës, po. Shumë mirë. Diçka bile me bo. Rrymen tash po mduket jenë të rregullua, po, çan të për bo? mi lëshu shkollë rrymen. Shkollës. Po, se shkolla e re, halja nuk e kanë lidhë rrymen. Shumë mirë. Me që nuk keni banor i fshatit, po ju përshëndes. Faleminderit shumë. Ndërqofsh. Ishte kënaqësi. Me të mira. Për cilin gjithë ka në përkat tunde. Faleminderit e vas në... Rrugoven? Kësmet me emër të Zotit. Me emër të Zotit. Kur po ki qef me më po në rrugov, veç që legojnë? Kur dush. Kur po ki qef? Kur t'kini qef, adi kur dalim mi po ato venet bukura qa është rrugova. A do të në shoqërosh? Kësmet. Po rryma po më zarë Ja, shko. Parfati ka më në më zarë rryma. Faleminderit, me kënaqësi do jemi shumë shpejt edhe në rrugov. Kësmet. Inshallah kemi me taku banor. Apo është sa vështirë kam vetë cilla kështu kur s'takoj banor. Shumë vështirë. Alla ka vjesë se cilën helma vështirë, se janë ka ikin. Që po jesim veç në gjenerata pak më 50 e për mi. Inshallah po kthehen ndonjëherë. Inshallah. Hajde edhe një herë. Hajde miru Qtash për një pafshim. me. Hajde miru pafshim. Miru pafshim. Do shifemi në rrugov, kësmet. I rikthehemi realitetit, jemi në emision, se tani mos po m'hu pak ai motivi kur e mendoj atë pjesë, besoj të shumica, kur e mendon atë pjesë disi ftofemi pak, por gjithsesi ne jemi strong, sa më të fuqishëm. Ju kërkoj falje kur përdorin ndonjë term në gjuhë të huaja, më ka mbet ashtu si shprehi, por gjithsesi e tham edhe tani në gjuhën tonë të ëmbël, gjuhën shqipe. Po mundona me qenë sa ma e kjartë, sa ma për toke, sa ma e thjesht, sa ma gjuhën popullor jem të e përdor, me qenë e kuptueshme për gjithë, me qenë se na e dim, na thuja se e flasëm gjuhën, krejt bre flasëm njëjtë. Ka dhe prej atyne që punojnë në për institucione publike, për gjatë orarit mundohen mi folin 1-2-3 fjallë, kështu edhe me gramatikë kur të vinë shpejt, ja kthejnë alla katonar që kështu që sa ma thjesht, sa ma mirë. Për shembull intervistën që e pata me 2 më shumë, kam i kupton ai termet. Ku intereson ati na a kam shkolla, s'ka ma, me qenë e ofert për toke. Çka unë di që po bën kështu? Hajde, fshati po duket interesant. Një fshat, e kemi një rrugic këndej, në onën e majt, drejt, paska dhe ministrin ende se paskan heka. Tash është koha e kurrjes,
Sa po m'pëlqen edhe kjo pjesa u burrit, çka mos harroj me cek, se kom harru në fakt me cek. Fshati është me mirëmbajtje në nivel. Ashtu që ma tërhoqi vëmendjen i mungon fshatit trotuart, pra edhe për gjatë xhirimeve që i patëm sot në fshat, e kemi pas pak problem disi këtë pjesën, për shkak se makina ka dielli. Gjatë gjithë kohës në lëvizje jemi në rrugë kryesore, kujdes, duhet me kujdes të shtum. Inshallah po na ruan Zoti se nuk e kem let as na. Po m'duket i rom fundit fshatit, a? Fshati nuk ka me qëtemi se çka me ju tregu më shumë. Dhe më thonë, rreth e rrotull ishëm, ka shtëpia cik-cak, edhe ato jenë me dry, shumica. Tja unë unë është talbë që të... Tash është që shëtojnë zhveshja e Kolomoqit, a? Zhveshja? Gjvoshja. Ani dhe se më rëndësi për di. Se si mardhën e prej Amerike këtë, që mos me ditë. Kër shkojsha të dojtë e mi, e shkojsha që shtë rem, ka njo, se e vogël, më dhe më shëndur. Ja, ma bëjke dojës ti po deshe me gjithë ditën, për te kapjo. Ta mi po këti, pse nuk e dorën tim? Vesh mi ju kallëzu që di me gjëvosh. Ku, jo, nuk është që s'kisha mujt, por që... Ku... Më ka qëllu shumë i vështirë, për një me. Shumë zërë, që? Du me qky që të farë pëlloverë. Këtë senet që t'i pas të nështi që të, për shte e ku morë me gjepa. Se e diune që në fshat me ardhe dhe me u këthy thot, kështë bili veç i gjuj senet në për gjepa. Miqtë e mi, jemi në fund të fshatit Poqes, jeni të e pa prapa mi asë edhe një shtepi, pra nuk është, unë po du me i falenderu banur të mrekullueshëm për atë sa i kemi taku para kamerës edhe prapa kamerës, se kemi pas një publik shumë të lezetshëm, na kanë prit që të nësionim karo prej kafeve, po shpresoj që kom e ditë rrugën me u kthy deri te makina, njerëz mikprica pa fond, njerëz të kulturum, njerëz dashtëm, thu se i rrit me ta. Më vjen keq ndonjëherë disa banor aq të mrekullueshëm që nuk pranojnë me dal para kamerës edhe me tregu çka është njerëzileku, por e rëndësishme është që unë e di edhe shiqur që ka kësi njerëz. Unë ju përshëndes, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, shifemi në fshatin e Radhës. Deri atëhere!